jemi në spektaklin tuaj. Jemi në frymën e festave që mbahen gjithandej. Anë manë botës shqiptare për pavarësinë e Kosovës. Apropo kësaj do të vinë në vazhdim një autore dhe kreatore e këngës që na vjen nga Mirdita. Me një këngë të jashtëzakonshme, me një zë të jashtëzakonshëm, zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Gjela Duka. Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi në ditët e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, andaj gjithë komunitetit të besimit islam i urojmë muajin e shenjtë të Ramazanit. Agjerim të lehtë. E ne jetim tuti. Kemi thënë se në këtë mbrëmje kemi një fasërse për të veçantë, që krejt shkojnë në frymën e pavarësisë, e patriotizmit, e kombëtarës. Do të vijë në vazhdim një artist i rrallë, që për vitet të tëra e kishim pritur. Kemi fatin e mirë, që sonte kemi mysafir në spektaklin tuaj këtu në Odon. Vjen një artist
një regjisor, një skenarist, për ju, për ne, për të gjithë. Zonja Zotri Lesht Nikola. Stojnë. Mirë se erdhe, maestro. Mirë se vërgjeta. Si je? Po, ka dhe më mirë. Urime pavarësia Kosovës. Urime gjithë shqiptarëve. Kur kam lindur, unë jam me origin nga Mirdita, nga Oroshi. Kjo Mirdita që s'ushtrua asnjëherë. Disa herë keni pas edhe do Republika më vete ju? Dikur. Dikur. Kur fillova të mësoj, dëgjoj, mbaj mend që në atë kohë, dy ato që mi shëngulitët të parat, që në mosh fare vogël, ishte Kosova. Kosova dhe Palestina. Ishin të dy viktimët të njerëzimin, dhe thonja. Dhe me Kosovën unë kam bashkëtuar gjithmonë. Kur e dëgjove kështu si fëmijë për herë të parë, këtë historinë për Kosovën edhe faktin që pas ka një pjesë Shqipërie? Që e kam fiksuar tamam që është pjesë e jona, ka ardhur pak më vonë. Më vonë edhe për të mësuar, pastaj normal me vitet kanë ardhur të mësosh edhe historinë, të mësosh edhe të gjitha çfarë ka vujtur ky popull. Por emri Kosovë është e pandashme me gjithë jetën e çdo shqiptari, por për ne ka qenë edhe për mua, unë nuk jam më patriot se të tjerët, jam një lloj si gjithë tjerët. Kosova është ana tjetër e medaljes të njeriut të vërtetë shqiptar. E kisha pyetje të dytë kur dëgjove për Kosovën, po me që jemi në frymën e pavarësisë, familja juaj një jetë të tërë, se jam interesu kështu për rënien, për gjenezën tuaj, në shërbim të kombëtarës, të atë dheu, të vendit, edhe të Kosovës. Që nga vitin 1992 kur veç arritëm të komunikojmë, interkomunikojmë më fuqishëm, të kemi parë në të gjitha pikat e ta quaj ati shkëlqimit bashkëkombëtar në përskena, në televizion, në dokumentare, në filma, në drama, e kështu. Atë ditë të bardhë, kur është pavarësia, ku ishe? Unë kam qenë duke ndjekur direkt, sepse e pritshim atë moment, e pritshim atë moment, jo, unë isha në televizion dhe isha i angazhuar. I angazhuar. Edhe me përcjellë se transmetim drejt për drejt e kështu. Tani, pa plusuar asgjë, pa plusuar, ishin të përgatitur që do vije kjo datë. Të gjitha, çfarë u bë lufta pas lufta, kaluan ca vite, sa edhe dihesh, ishin përgatitur shpirtërisht. Por ama ngjarja gongu ishte vërtet shumë emocionues. Shumë emocionues sepse ai kalvar 100 vjeçar, ato vujtje. Lufta u QK-s ishte kulmi. Por tragjedia e shqiptare ka filluar që në 1912-ën, 13-ën. Ishte kulmi dhe nuk mundet, edhe nëse nuk je shqiptar, edhe nëse nuk je që banon në Kosovë, jam i sigurt që çdo njeri, çdo qytetari i Europës apo i botës, kur krijohet një shtet, kur fiton pavarësinë, është një momente emocionuese që e shoqëron gjithë jetën. Unë kam jetuar në filan kur një vend i vogël atje në mes të Europës pas 100 vjetësh fitoi pavarësinë. Lesht Nikola, ky që dëgjonte historira për Kosovën, sigurisht me shumë dashuri, me shumë koncentrim, me që fillimisht duke i nështë adhësi një prallë, po që pastaj e kupton që është copë e atë dheut e kështu me radhë. Një ditë në realitet ishte regjisor në një vend ku po ipe lajmi, se ipe në 2 vende, në Prishtinë dhe në Tiranë, në 2 vendet të shqiptarëve, kryesore kështu. Po ishte regjisori asaj gjëje dhe sigurisht shumë përqafime dhe lotë. Shumë.
të mbeti me rakë që sishe në Prishtinë, sepse ti në përplot ngjarje, më herët ka qenë në momentet kyçe, qoftë si regjisor, qoftë si aktor, qoftë si pjesë e programit artistik. I dashur ti je mjeshtri i ekranit, por ka ose du t'ishe në sallën e parlamentit brenda, kur t'hidheshin firmat, ose më mirë para televizionit si e merr çdo detaj, e merr çdo tingull, e merr çdo emocion nga ajo sallë. Kështu që nuk e vuaj shumë këtë, sepse kam qenë prezent. Në realitet, neve, një pjesë e madhe, sidomos e komunitetit artistik, të gjithë kanë bashkëpunuar me juve, kanë qenë pjesë e spektakleve tuaja të përgatitura, e në kas, sidomos për momente kyçe kombëtare, edhe më herët, edhe para shpërthimit të luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës, dhe paka shumë kanë një opinion kush është Lesh Nikolla, por regjia na ka përgatit paka shumë një farë lloj, si të themi, mini dokumentari që rrëfen jetën tuaj. E ndjekin pak? Lesh Nikolla është një nga figurat e përkushtuara dhe punëtore të artit shqiptar. Një artist që ka ndërtuar karrierën e tij në heshtje, në përkushtim dhe vizion. Aktor, regjisor, recitues dhe krijuesi spektakleve, ai ka dhënë jetën e tij skenës dhe ekranit, duke lënë gjurmë të rëndësishme në teatr, film dhe televizion. Rrugtimi i tij artistik fillon herët me aktivitetet amatore në Mirdit, që e quan më pas drejt Akademisë së Arteve, ku pati privilegjin të vlerësohen nga emra të mëdhej si Piromani, Viktor Zhusti dhe Dimitër Anagnosti. Gjatë studimeve, a ju formuan nga pedagog të shquar si Vera Zhej dhe Viktor Zhusti, të cilët ndikuan thellë në kultivimin e zërit dhe interpretimit të tij artistik. Në teatr, Lesh Nikolla shërbeu si aktor, skenarist e regjisor në teatrin e Peshkopis, duke realizuar disa premiera dhe role të rëndësishme. Në kinematografi, a interpretoi në disa filma, ndër të cilët veçon rolin në serialin televiziv Dhimbja e Dashurisë, një rol që e vendosi në një dimension të ri artistik. Por kontributi i tij më i madh lidhet me regjinë dhe televizionin. Si regjisor në radio-televizionin shqiptar më shumë se një dekadë, ai realizoi rreth 1500 orë transmetime, mbi 50 dokumentar dhe 10 spektakle madhore. Ai ishte regjisor i mbi 130 festivaleve kombëtare folklorike, duke sjellë në skenë thesare të kulturës shqiptare nga të gjitha tremat. Për Lesh Nikollën, arti nuk është vetëm profesion, por mision. Ai e sheh teatrin si formën më të pastër të interpretimit dhe televizionin si një platformë të fuqishme që duhet të udhëhiqet nga profesionalizmi dhe përkushtimi. Me një karrierë të pasur dhe një përkushtim të palëkundur ndaj artit, Lesh Nikolla mbetet një figurë e rëndësishme që ka kontribuar në ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës dhe identitetit artistik shqiptar. E maestro, pak diçka nga jeta juaj. Në realitet, po fëmirinë e ke kaluar në Mirdit? Po, deri në moshën 8 vjeç. Deri në moshën 8 vjeçare. Pastaj shkove në Tiranë. Pastaj në Tiranë, në gjimnaz. Çfarë fati i mirë ju dërgoi atje? Po, në Tiranë ishin disa arsye, po unë kisha dhe dajat në Tiranë. Edhe mbash vetëm gjimnazi Petronini Luarasi, një nga gjimnazët më të mira që vazhdon dhe sot ka eksperiencë, pranonte nga rrethet dhe por që me kushtin që të kishin mesataren e mirë. Mesataren e mirë. E kishe mesataren e mirë? E kisha. Pastaj edhe familja dhe dajtë dhe të gjithë ishin të lumtur për këtë gjë dhe hajde o burra ta çojmë tek Petronini, ha? Petronini, po. Luarasi. Pastaj jam kthyer në Mirdit, në Rrëshen. Gjimnazi prej ka dalë realisht emrat më të mëdhej kështu të artit, sidomos, te Petronini. Po, në të gjitha fushat. A? Gjitha fushat. Në të gjitha fushat. Gjitha fushat. Po, tashi, si e kujton fillimin e rrugtimit tuaj artistik? A? Çfarë ju shtiu ta zgjidhnit atë kështu si mision, a profesion? Realisht pa filluar të ushqej diçka, mua më pëlqente letërsia. Letërsia, kur them letërsia, është romani, është poezia. Po, ëndrat i kisha për tjetër profesion. Po, këto më pëlqenin. Edhe isha mirë në letërsi dhe
E ëndra ku ishte? Ëndra ishte për profesione si që ishën më të si mosha, kupton, për ndonjë ushtarak, ndonjë... Nej komandant, nej. Mjek, po. Me ato gradat, me kapelët, Por unë i dashur, unë kam vllajnë rizor. Tash i dhaj, normal, është mosh para meje, dhe ishte regjizor në Mirdit, në Mirdit, Rëshen. Regjizor dhe i talentuar. Edhe shkoja në prova, unë rria dikun në fund të salës, E ndiqja. Po i shkoja edhe të kur bënde provat në studio, sepse vinte teatro amator. Edhe aty, çdo moment hapur që shikoja që kam pushim, unë shkoja aty. Edhe ikja, shkoja edhe ikja. Po mishëroshe, po dashuroshe në atë. Fillova të përfshihem emocionalisht dhe shpirtërisht. Por atëhere, erë një moment që... E bisedoje me vllajën në shtëpi që? Jo, fare. Po, erë një moment të bojë një konkurs letërsie për poezinë në Tiranë, edhe më thotë, vllai thotë, e shkon, thotë. Ai donte me plotësuar dhe numrin, po diçka kështu regjizori, edhe nëse ti nuk je për tematikën në fjalë, regjizori dëgjon, regjizori shikon. Ti nuk e kupton edhe thotë, ti. Edhe dërgova, okej, u shkum në televizion, mosh, janë për mosh në gjimnaziste. Aty pastaj u fut kërimbi. U shifja në skenë, mu dukshin si ato monumentet madhështore ku shifja një aktor, qoftë dhe amator. Aty hyri pastaj ajo dhe vura kusht vetes. Po këtë kusht e realizove me vështërsi apo si shkoj? Këto pastaj më ndiqte biografia, po në atë kohë, në periudhën 74, u intensifikuan më shumë të problemet e biografisë. Unë kisha një cen biografi, por ishte i heshtur dhe sepse unë kisha 3 diploma në shtëpi. 3 diploma? 3 diploma i kisha. Erë momenti do një goditje, me sa duke do të vinte tek unë. Dhe nuk më lejuan që të konkuroj. Biografia ishte në pyetje. Biografia nuk kishe dalë kështu, po... Dal nga dal shpëtove nga biografia dhe... U ktheva pastaj edhe bora dhe punë kështu, bujqësie, punë të rëndomta. Bujqësie? Ishe punë, po. Në shtet? Në shtet. Se ju s'kishi privat atërë? Në shtet, jo. Dhe pastaj, me shumë peripeci që nuk është koha, është momenti të zgjasim shumë, arrita të shkoj në konkurs. Shkove në konkurs, fatmirësisht fitova, edhe kështu vazhdoj. Fitove, ke pas një komision gogja? Emra eminent? Jo komision. Që i kanë thënë? Po ishin të paktën, ishin 4-5 artistë popullit. Figurat që ne shikonim si idhuj, si po zbresin nga qielli, si nga këto që dëgjova dhe në kronikën tënde, Piero Romani, Viktor Zhusti, Dimiter Anagnosti, Timofloko, e shumë të tjerë, Oktrova. Emrat më dhej. E kalove. E kalova. Studiove për dramaturgji, ha? Dramaturgji. Aktrimin, apo dramaturgji dhe aty kishe? Në atë kohë që është dramaturgji, po aktrimi ishte baza. Si kanë diku vitet e studimit në Akademinë e Arteve, në formimin e identitetit tuaj, si aktor dhe si regjisor? Dëgjoj dash, unë shkonja nga trupat amatore që kisha lozur shumë role, edhe role kryesore, për hir të vllajt apo në role të vështira, por në mënyrë spontane. Ishe natyrshik fillimisht. Edhe kur vajta në shkollë, në studime për dramaturgji, isha i ambientuar me skenën. Por nuk ishte mirë. Se? Shkolla aktore fillon që nga Jememec, në fillim 6 muaj Jememec, ka etude de pazë, pastaj fillon futet dhe fjala. Edhe gjithmonë më shoqëron dhe sepse unë lozë si aktor, i formuar, me të metat, por me kohën erë duke u
U gdhend. U gdhend, duke u formësuar tamam. Ju keni punu vërtet me figurat mëdha të artit shqiptar. Cilat janë mësimet më të rëndësishme që i ke marrë prej tyre? Mëso të dëgjosh. Mëso të dëgjosh. E bukur. Aktori që nuk dëgjon, ai është i mangët. I mangët. Aktori më i mirë është kur flet me heshtjen. Me heshtje. Bujar Laka i ndjerë, për mua dhe për shumë të tjerë, që nga të vetmit, kur heshte, a i fliste. Dhe kur fjala, kur është fjala, të ndimon. Fjala të ndimon. Kur hesht, edhe heshtja, flet, ka dhe ma emocion kur vjen të kësyri jotë. Se sa kishte një batut, fjallë, e me batut, po. Po, a kishe më dyshje? Cili ka qenë momenti vendimtar që i tha vetës, këtu të mbetem, që ju bëni ta kuptoni se arti është rruga jote e përhershme. A që në vit 4 gjimnaz ajo është. A në vit 4 gjimnaz e kishe? Atëre kishe vendosë? Ishe vendosë, në fund më kanë afru dhe dek tjera, po jo. Po, aty e kishe. U ktheve dhe në bujësi, po që do shkoj një dit atje. Isha, është jetë mund, ndoshta nuk do të ma jep të këte fatë, po. Kur barove, u ktheve në... Jam në mëruar në teatrën e Peshkopis. A të Peshkopis, nuk u ktheve në Mirdita? Jo, s'ka pas Mirdita teatrë. As kishte teatrë? Jo, Peshkopia kishte teatrë, profesionist. Edhe për disa vite kam punëmor 6 vjetë, 6. Kam qenë edhe regjisor edhe aktor. Edhe regjisor edhe aktor. Po. Është interesant një numër i madh i aktorëve të mëdhenj nga Shqipëria, janë bërë dhe regjisor të suksesshëm. Ka dhe nga ata regjisor që kanë baru e në Pragë, në Moskë dikure, edhe në qendra tjera, por që se ju nuk e kishi regjin akoma si drejtim të veçantë. Akoma. Ju keni edhe djalin regjisor dhe nëse ti e aktor, po aktor që ke dhe ca ambicje një jetë, nuk është thjesht të interpretosh. është thjesht të interpretosh. Por që ke dëshirën, ke edhe inteligencën, të lexosh edhe ta bësh si shtëpinë tënde, pa dashje vetë të shkon mendja tek regjizori. Sepse edhe ti kur interpreton, edhe ti kur e dëgjon një këngë nga një koleg, po sikur të ishte ajo, sikur të ishte kështu. Në fakt, ti ke hyrë në krimtari. Pa dashje ke hyrë në krimtari. Edhe sot e ka vërtetuar. E bani lloj regjie vizive. E ban. Edhe duke recituar, edhe duke kënduar. Aktori është shumë më afër regjisë, sepse ne kemi bërë, ne edhe kemi dhënë dhe provime, se ka janë leksionet për regjinë. Ka është pamarësisht. Ashtu si kemi dhënë dhe për pikturën dhe për kanton. Janë në rregull, janë ligje. Sigurisht. Por është vërtet që ka sjellur shumë që nga aktor të jenë bërë regjisor shumë të mirë. Dhe në teatrin profesionist animat të Peshkopis, keni vënë shumë drama në skenë, ku edhe keni lujtë edhe keni bërë regjinë. Nga më të njohurat janë? Janë disa. Për shumë Shënomni dhe mua. Shënomni dhe mua. Ishe dramë që qenë kështu, a kuptonë, dhe ishe në fund vitit 89. Ishte si paradoks me u, po atëherë ishte... Qenë pas martese se... Janë shumë... Edhe pjesë tuja. Dhe realisht e donin teatrin, ndiqnin shumë. E donin, ndiqej? E donin. Janë kriju kuadrëtëm dhe profesionistë që keni qenë, kanë kriju elitat në për çdo qytet, dhe ka qenë mrekulli që mendoj që tani mund gojnë goxha, ose sikur janë dënfuar, janë shkrirë. Dëgjoj. Okej, sa kushte ishin krijuar atëherë, nuk i mohojmë dot. Por unë jam me idenë, çdo kohë ka talentet e vet. Po. E akuzojnë shumë rinin. Jo, ka dhe të rinë shumë të talentuar.
pjesën më të madhe edhe pajtohen se janë vazhdimsi. Çdo kohë, ti po shikon regjia për shembull. Regjia si në Kosovë dhe në Shqipëri, nga të rinjt, e beson që janë shumë. Kur u ktheve në televizion? Në televizion, unë jam kthyer në qendrën kombëtare të veprimtarive artistike në Tiranë. Kam pasur Mirë Dizdari, bile drejtor, që ishte shtetërore që më vare nga shteti, dhe Flamur Shehun, kompozitor. Unë isha regjisor për aktivitete spektaklet mëdha shtetërore. Pastaj kam shkuar regjisor i ansamblit shtetit 5 vjet. Një fati mirë, ha? Një fatë shumë mirë që unë kisha paraqit një platformë, sepse tradita më ka tërhequr shumë. Nuk e më studiush. Pse nuk unë gope në mirë ditë me gjitha tradit të bujshme të? Nuk mbyllet. Nuk mbyllet aty. Dhe kisha paraqit një platformë në Ministrinë e Kulturës, se si e shikonja unë. Edhe erë momenti që më dërguan regjisor aty, 5 vjet. Se ishte hera e parë që futej regjisor në ansambl. Në ansambl. S'kishte pas më herë. Jo. Dhe tash si regjisor bëje thjesht regjinë skenike. Regjinë skenike, që kishte tematika ndryshme që regjia merrte peshë. Se ka momente që në spektakle që regjia nuk ka ndonjë peshë. Po prap, syri i regjisorit i dashur, pyete djalin, sikur një tingull të luhet në skenë, ka nevojën e regjisorit. Për regjisor. Gjatë periudhës sa keni qenë në regjisor dhe aktor, e besa dhe skenarist në Peshkopi, keni vënë shumë drama në skenë, por dhe keni luajtur edhe role në filma të mëdhej. Po, në kinematografi, para vitet 90, jo aq sa... Sa do doje? Doje, normal çdo njeri ka dëshirë, po kam lozur, po ka një gjë, koha ishte... Koha ecën shpejt, sa më larg të jesh. Regjisor ose kur ka për një... për një karakter mund të ketë 2-3 që janë edhe më të mirë sa ty. Alternativa që mund të dominojnë. Kam lozur. Edhe largësia bën të Pastaj vetën. unë mora dhe një drejtim tjetër pas demokraci që u mora dhe më pëlqeu shumë spektakli, hyra. Edhe këto edhe... Kur kam bërë Panajot Kanaqin, për shembull, kam bërë një spektakl të veçantë në ansamblin e shtetit. Aty mësoje si regjisor, mësoje nga ai personalitet. Edhe ndjeje kënaqësinë sikur të kishe vënë një nga veprat më të mira dramaturgjike. Të bosh recitalin e të ndjerit Panajot Kanaqi, mjeshtër, janë 2-3 pika, dhe pastaj mund të vazhdosh me tjerë. Jashtëzakonshëm. Në vitin 1978 e vuri baletin Halili Hajria. Diçka që e prisnim unë isha fëmijë, po që e prisnim me padurim. Panajot Kanaqi, lexonim aty, ne interesoheshim fati mirë për Kosovën atë periudhë që erdhën ta njerëz për plotë, ndërta edhe Panajoti i madh. Dhe u ktheva edhe në televizion një periudhë. Pastaj jam kthyer në televizion. Rreth 15. Dëshira jotja? Dëshira ime. Ta provoj edhe këtë? E kisha ëndër edhe atë. E kisha ëndër. I ndjeri Artur Zheja, kem pas shok kursi, që drejtor. Edhe më thoshte, hajde këtu, hajde atje. Vi regjisor, aty e kam. Jo, fillo këtu herë, fillo atje, fillo nën drejtor, shkëlqyte kam nën drejtor radio, nën drejtor. Edhe fillova aty. Regjisor. Regjisor. 1500 orë regjistrime. Momenten nga më të veçanta, nga më interesante. Po ka shiko, regjia televizive me vërtet është maraton, e do të thush nuk ka artë, po ka artin e vetë. Po ta shikosh regjinë televizive, po ta ndjekim tani, t'jemi në studion e regjisorit, djalit tënd, ti duke se nuk ka emocionet e veta, edhe aty ka këngëtari, është shumë e bukur. Regjia televizive është shumë e bukur. Por regjia televizive, se ne mendojmë shumë thjesht e banalizojmë, sikur është thjesht pult. Jo,
Nuk është pult. Ai mund të ketë 5, 6, 7, 8 kamera. Ai çdo gjë e zbërthen, po e zbërthen një mendje në mendjen e tij. Mendje rizoriale. E krijon figurën, atë mozaikun edhe aty pastaj janë bën me qindra, me dhjetra emisione, spektakle. Edhe ishte dokumentari. Cili do të kalojmë edhe të dokumentari. Kemi cilin nga këto thjesht me qujt në përvojën tënde, cilin nga këto mediume, nëse i ndaj si mediume, teatri, filmi dhe televizioni ju ka dhënë më shumë emocion artistik? Televizion. Televizioni, pse? Është ma dinamike? Është ma dinamike, është edhe televizioni, figura, kamera, spektakli, është gjithë përfshirës. Ka dhe emocionin, ka dhe ndjenjen, ka dhe muzikën, ka dhe këngën, ka dhe vajnë, ka e gjithë ndërtimi i scenografisë, tani kanë hyrë dhe mjete shumë moderne, të jep një kënaqësi që kur rezulton, që është konkluzion, që është figura, merr një kënaqësi. Të kthyer te dokumentari është një vepër artistike. Është si të bosh një filmi, është film. Apo plotësohesh me dokumentarin të ajo pjesa që sikur të mungoj se vitin 90 sikur e la pak filmin mbrapa, besa dhe teatrin mbrapa, sepse ndodhen ngjarje që thash sikur shkrirje dhe televizioni mbeti, se ishte diçka më dinamike dhe tash edhe bota e kishte televizionin më në zhvillim. Pas vitit 90 kemi një zhvillim të hovshëm të televizionit edhe tash me dokumentarin po plotësoheshe? Kishe ndonjë diçka që të kish me të mangu? Po. Dokumentari është gjinia më e vështirë. Më e vështirë? Më e vështirë. Më e vështirë është si fëmia që e krijon. Si spjegohet? E krijon vetë. Për caktuar tematikën, çdo gjë aty krijohet. Përveç faktit që ke konkreta, që ke një figura, apo ke një histori, apo ke një data, ke një fenomen të natyrës, apo fenomen të shoqërisë. Si fëmia është i vepër e mirëfillt artistike. E ngren vetë me duart e tua. Cilët janë dokumentarët që të kanë lënë më shumë mbresa në punën tënde në... Unë kam bërë për Anton Qetën. Anton Qetën. Edhe kur futesh regjisorët e dokumentarëve, se ne shikojmë në për televizione që i flasin, po ajo që i prek regjisori i prek të gjitha fenomenet, i prek të gjitha ngjarjet, i prek të gjitha zhvillimit dhe mos zhvillimit, i prek të gjitha dramat, edhe është një pasuri, regjisori është një pasuri, ai mund është një pasuri në vetvete. Ai nuk është historian, por në fakt është. Edhe duke lexuar, do lexosh, fletosh, duke lexuar për Anton Qetën, duke lexuar dhe duke bërë skenarin pastaj. Duke bërë skenarin, ecë dhe përcaktohen shesit e gjirimit, përcaktohen figurat, përcaktohen muzika, përcaktohet intervistat, përcaktohen detajet, janë shumë e shumë, dhe muzika, janë të gjithë komponentë që i ka një film. Dhe për Shkurt e Fejzën? Po, kam bërë dokumentar për Shkurt e Fejzën dhe jemi lodhur shumë, se është një figurë që ka gjurmën e vetë, jo vetëm në këngën, se po të them që ka gjurmën e vetë në këngën, shqiptare, janë shumë që këndojnë. Po themi ne, shumë e shkelin tokën, kush le gjurmë? Shumë e shkelin tokën, kush le gjurmë është të rëndësishme. Dhe në kompleksitetin e vetë, Shkurta ka lënë gjurmë në këngën shqiptare, sepse edhe ashtu si që edhe ju një figure e respektuar për këngën, nuk po kalojmë të pjesa e televizionit. Shkurta ka ditë të ndërtoj të gjithë rrugtimin e vetë. Këngëtari do t'jetë dhe inteligent. Këngëtari duhet të jetë i studiuar shumë i mirë, përveç varen nga dhënat.
të studioj shijet, të studioj çfarë nga smon njeriu, përveç asaj argtimi. Kur jemi të këngëtarët, dhe fiks më solla aty ku doja të vija, ka tinglu në krijimtarinë tënde tek ata, si puna ime që ju njohim goxha, që nga dëshira për mos me i met borx gjithë atij territorit të madh që ka një histori jashtë të bujshme në historiografinë shqiptare, siç është mirë dita, keni bërë shumë që të nxirrnin nga tradita atij vendi, nga këngëtarët, nga artistët, nga edhe njëra ndër ato është edhe Prena Beci. Do të doja që taftojmë na këndoj një këngë, ta quajmë si plotësim dëshirës tënde nga tradita mirditore, po më shumë si pikë artistike që duam të gjithë dhe që do ta duartrokasim të gjithë. E ftojmë? Edhe shumë faleminderit. Në duartrokitjet tuaja Prena Beci.